Big Brother nuk është vetëm shtëpi, është pasqyrë karakteresh. Big Brother, përtej zhurmës, debateve dhe dramave të përditshme, është një eksperiment i hapur social. Nuk është thjesht një garë për çmimin final, por një hapësirë ku personalitetet zhveshen, ku maskat bien dhe ku secili detyrohet, herët avon, të tregojë se kush është në të vërtetë. Në këtë kontekst, çdo nominim, çdo debat dhe çdo aleancë merr një kuptim më të thellë se sa duket në sipërfaqe. Nëse flasim për nominimin e Klodit dhe arsyet pse dikush do ta donte jashtë shtëpisë, duhet ta shohim situatën jo bardhë dhe zi, por në gjithë kompleksitetin e saj. Loja e Big Brotherit nuk është matematikë. Është psikologji, durim, strategji dhe shumë herë edhe hipokrizi e kontrolluar. Motrat, emocion apo viktimizimi i zgjatur, një nga temat më të diskutuara janë motrat. Në fillim, prania e tyre u pa si diçka e veçantë, lidhje familjare, mbështetje emocionale, ndjeshmëri. Por me kalimin e javëve, ajo që duhet të ishte forcë, për shumë kënd u kthye në dobësi. Lotët e shpesh, ndjeshmëria e tepruar dhe mungesa e një roli të qartë në lojë i kanë bërë shumë shikues të pyesin veten, a janë aty për të luajtur apo vetëm për të prekur emocionet e publikut? Në Big Brother, emocioni është i nevojshëm, por kur bëhet i vetmi element që sjell një banor, atëherë kthehet në monotoni. Publiku lodhet nga viktimizimi i vazhdueshëm. Lotët, kur nuk shoqërohen me veprim, qëndrim apo evolucion personal, humbasin forcën e tyre. Prandaj nuk është e çuditshme që shumë njerëz do t'i nominonin motrat, jo nga mungesa e empatisë, por nga ndjesia se ato nuk po kontribuojnë realisht në lojë apo shpifje. Kufiri i holl, nga ana tjetër, kemi banor që luajnë. Ata flasin, përfshihen, ndërtojnë narrativa, bëjnë strategji. Ndonjëherë qëllojnë në muhabet, ndonjëherë jo. Por problemi lind kur loja kalon në shpifje. Shpifja është arma më e rrezikshme në Big Brother, sepse mund të jap efekt afatshkurtër. Por zakonisht dëmton rënd imazhin e atij që e përdor. Publiku shqiptar, pavarësisht se shpesh akuzohet për sentimentalizëm, ka një radar të fortë për padrejtësinë. Mund të toleroj lojën, intrigën dhe madje edhe manipulimin e lehtë, por shpifjen e qëllimshme e ndëshkon. Banorët që ndërtojnë narrativën e tyre mbi fjalë të pavërteta ose të fryera artificialisht, zakonisht bien vetë në grackën që krijojnë. Klodi, mes lojës dhe perceptimit, këtu hyn Klodi. Një figurë që nuk është as e qetë, as shpërthyese, por që lëviz në një zonë gri. Klodi nuk është banori më emocional, as më dramatik. Ai nuk qan shpesh, nuk bërtet kot, por as nuk është plotësisht transparent. Loja e tij është më e heshtur, më e matur, gjë që për disa shihet si zgjuarsi, për të tjerë si mungesë sinqeriteti. Arsyeja pse dikush do ta nominojë Klodin për të dalë nuk është domosdoshmërisht se ai është më i keqi, por sepse ai përfaqëson një stil loje që nuk krijon lidhje të fortë emocionale me publikun. Në Big Brother nuk mjafton të jesh korrekt, duhet të jesh edhe i ndjer, i lexueshëm, i kapshëm për shikuesin. Pse nominimi është gjithmonë subjektiv, nominimi në Big Brother nuk është drejtësi absolute. Është perceptim. Dikush nominohet sepse nuk pëlqejet, dikush sepse është i fortë, dikush sepse është i dobët. Nuk ka rregull fiks. Në rastin e Klodit, dikush mund ta nominojë sepse nuk e ndjen si pjesë të lojës së vet, dikush sepse e sheh si kërcënim, e dikush thjesht sepse nuk i pëlqen energjia që sjell. Po ashtu, motrat mund të nominohen jo sepse janë njerëz të këqij, por sepse loja e tyre nuk po evoluon. Në një reality show, stagnimi është më i rrezikshëm se gabimi. Publiku, gjyqtari i fundit, në fund të ditës, gjithçka kthehet te publiku. Publiku sheh më shumë se sa mendojnë banorët. Sheh detaje, sjellje të vogla, kontradikta. Sheh kur dikush po luan rol dhe kur dikush është vetvetja. Dhe pikërisht publiku vendos se kush meriton të vazhdojë. Balanca është çelësi. Shumë emocione lodhje, shumë lojë mosbesim, shumë shpifje penalizim. Ai që gjen mesataren, zakonisht shkon larg. Përfundim, nëse ti thua që do të nominoje motrat sepse vetëm qajnë dhe të tjerët sepse shpifin, kjo tregon që ti kërkon lojë të vërtetë, jo teatr. Dhe kjo është ndoshta mënyra më e shëndetshme për ta parë Big Brotherin, si një lojë ku fiton ai që di të jetë strateg, por pa humbur njerëzillëkun. Në fund, Big Brother nuk tregon vetëm kush fiton çmimin, por kush humbet veten gjatë rrugës.